Para punës mendoj që në fakt nuk është që është në kryu të herës ideja për me themelu një qeverisë, duhet kjo ka qenë ma tepër një farë lloj tendence për me marrë një pjesë të kohës, kuptimin e asaj që fillimisht kryhet ky procesi balotazhit zgjedhjet lokale që partitë marrin pak frym dhe një farë forme të kanë mundësi për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe së dyti të shihet domethënë një farë lloj narrative e re që mund përgatitet nga lëvizja vetëvendosje karshi opozitës që ne provuam edhe me një person që mund të jetë pak le të themi ma i kapshëm ose si më thon person si që është zoti Glauko Njuf sa ma i përshtatshëm le të themi për opozitën, po ja që opozita edhe në këtë variant nuk dëshiron të bashkëpunojë dhe si duket është një narrativ le të themi paraelektorale për futjen e zgjedhjet parlamentare të reja. Te zoti Konjusa ka qenë ai personi që na kujtohet po që shmëron vazhdimisht nga opozita sepse nuk po e propozon lëvizja vetëvendosje për kryetar të kuvendit kur I kishëm ato seancat pa rezultat konkret, por po konsideroni se tashmë janë rrethona të tjera dhe pa një marrëveshje koalicioni për shkak që u përmend pra që ka pasur përpjekje për ta kontaktuar ose për të diskutuar me AK-n, por sipas tyre është kërkuar vetëm një vot blanko, pra jo edhe një marrëveshje për koalicion për bashkëqeverisje. Po mendoj që kjo tentativë le të themi është, si më thonë, në atë pjesën që mos t'i bie bara le të themi lëvizjes vetëvendosje që nuk bëri asgjë pa iniciativën, sepse mendoj që nuk ka qenë serioze për themelim qeverisë, sepse nëse flasëm në terma reale dhe praktik, ky koalicion do ta dëmton të shumë lëvizjen vetëvendosje, sepse do t'i, si më thonën, hante shumicën e fjalëve të saja që qoftë në pozitë për gjatë 5 vite, qoftë në pozitë me parë se nuk bën pazare le të themi për çështje të disa parimeve të tyre politike dhe tani parti e cila I ka le të themi 42% të vota, ty me një parti ta ndaj pushtetin që I ka 4-5 deputet, është me thonë bukur jo racionale dhe duke pas parasysh që mund të jetë një qeveri bukur e përkohshme, kështu që mendoj që në parim nuk ka pasur seriozitet dhe si më thonë tendencë serioze nga LBV-ja që të kemi le të themi një qeveri të përkohshme, ma tepër po them ka shërby për dy gjëra e para që të sulmohet opozita në kuptimin e asaj që demonizohet rreth kandidaturës për kryeministër dhe së dyti që një formë ose një tjetër të krijohet momentum I ri elektoral pas balotazhit të zgjedhjeve lokale. Thoni se mund të ketë përpjekje që të joshën ose të themi që të kërkohen vota nga deputetët individualisht, sepse kemi parë që të gjitha partitë pra grupet parlamentare kanë deklaruar se janë homogjen dhe se nuk do të ketë le të themi rrjedhje të votës për anës së tyre, për shkak se edhe në kohën e kryeparlamentarësh përmendet që ka pasur komunikime pra me deputet veç e veç, mandej edhe ajo tentativa për të kaluar në votim të fshehtë për zgjedhjen e kryetarit, ishte pikërisht kjo arsye pse vetëvendosja thoshte se ka deputet që mund të votojnë pronesh. Në fakt mund të ketë pasur tentativa të tilla, po konsideroj që tashmë është vonë edhe për iniciativa të tilla për faktin që gjithata deputet që mund të themi mund të votojnë për një qeveri të përkohshme 5-6 mujore, mas pari do të dëmtojnë së pari vetvetjen e tyre, sepse jam I bindur që kerët e partive politike nuk do të I fosnin në lista zgjedhore dhe le të themi ata do të shkojnë si një farë lloj kurbani qeverisë të përkohshme dhe do ta dëmtonin si më imazhin e vet pikësfari para elektoratit edhe duke pas parasysh që ne po futemi shumë shpejt në zgjedhje të reja parlamentare, nuk është kalkulim I mirë dhe konsideroj që secili prej tyre deputetëve që janë aktual të opozitës e bën këtë kalkulim spari për veten e tij, pastaj edhe për elektoratin që e përfaqëson. Andaj mendoj që është bukur vështirë thuhet më afër jemi si duket zgjedhjeve të reja parlamentare që sipas afatit kushtetues si duket do të jetë 21 ose 28 le të themi dhjetori, por varësisht nga pastaj diskrecioni I presidentes se cila mund të jetë data më e parafort konsultim me partitë politike, besoj që do të jetë datë zgjedhjeve si mund të reja parlamentare. A mendoni se është tentuar të luhet me këtë kartën pra që edhe për shkak të le të themi që ndoshta nuk do ta kente sikur disa deputetë se mund të rizgjidhen prapë deputetë të legjislaturës së ardhshme, por edhe për shkak të asaj që disa parti po përmenden që mund të mos e kalojnë pragun dhe në një formë është kërkuar që vetëm
pra votë të tyre pa bashkëqeverisje, vetëm me këtë që të mos shkohet në zgjedhje për shkak të rrezikut që mos të hyjë në Në rast se le të themi partitë që mos mund ta kalojnë provën në këtë rast janë le të themi ndoshta Aleanca dhe Nisma, po unë besoj që duke pas parasysh leadershipin e liderëve tyre politikë që kanë një përvojë gjatë politike, ata do të arrijnë ndonjë marrëveshje me këto partitë që janë më të mëdha të opozitës, mënyrë që edhe nëse kanë këtë problemin e pragut kalimit që bas një koalicioni të mundësaj domethënë që të futën parlamentin e ardhshëm, kurdo që domethënë legislaturën e re, kurdo që do të mohon zgjedhjet e reja parlamentare dhe konsideroj që kjo nuk paraqet ndonjë problem sa i përket opozitës, madje patëm le të themi partia që mund të jetë më shumë të rrezikuar është Nisma, ata kanë bukur decidojnë që ne jemi të latshëm të shkojmë zgjedhje dhe si duket ata kanë marrëveshje me ndonjërin prej këtyre partive të mëdha politike. Ka pasur takime me LDK-n, me zotin Lima e Abdi që më të afërta me LDK-n, pasi që zoti Lima e kem pasur që së fundmi ka pasur përplasje me Aleancën, ka pasur në kaluar disa mos përfillje nga Partia Demokratike e Kosovës dhe si duket gjasat më të mëdha për një bashkëpunim mund të jenë me lidhjen demokratike, ndonse në aspektin ideologjik dhe politik mund pas jetë njëjta, por kjo mund të jetë një farë lloj bashkëpunimi në kuptimin e asaj si një farë lloj marrëveshje për qenë së bashku spaku deri tek certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve të reja parlamentare dhe tutje pastaj jeta parlamentare vazhdon varësisht nga numrat objektivat e qeverisë së ardhshme, kush do të mund ta bëjë qeverinë, kush do të hyjë në një koalicion të mundshëm, edhe mund të shohim skenaret se si mund të rrjedhin tutje. Ka pasur të tillë që kanë thënë se ndoshta pas balotazh, pas zgjedhjeve lokale mund të ketë lëvizje sa i përket nivelit qendror në kuptimin e formimit të një koalicioni, por po shohim që janë ato pozicione të njëjta edhe para zgjedhjeve lokale. Pse mendoni se vazhdon kjo çështje, por nuk pati le të themi një relaksim të marrëdhënieve ose të këtij dialogu ndërpartiak që ka munguar këta muaj të fundit, pra edhe pas këtyre rezultateve finale që i patëm në zgjedhjet lokale? E para punës është që e dim që afati për zgjedhjen e presidentit është bukur i shkurt, le të themi në fillim vitin, tremujorin e fillim vitit 2026, dhe kësaj gjasat janë të vogla që ne pas zgjedhjeve parlamentare të arrijmë tek zgjedhjen përveç kryeministit, zgjedhim edhe presidentin dhe natyrisht që kjo kërkon një marrëveshje politike dhe për të relaksu këto raporte mund të bëhen vetëm pas që të kemi ndaj zgjedhjeve të reja parlamentare. Domethënë edhe pse ne patëm kryen e zgjedhjeve lokale edhe balotazhin partitë u ndanë me një rezultat le të themi bukur, si më thonë të barabartë, ku patëm një le të themi rezultat shumë gjersh të gjitha partive politike, demokracia funksionoi edhe kësaj here mirë dhe shkoi gjithçka mirë, ndoshta përveç disa problemeve që paraqiten si duket në komunën e Mitrovicës jugore, por së fundmi pam që ato rezultate janë procesuar nga KQZ-ja dhe BZAP-i si duket nuk i ka pranuar ankesa të tilla, por megjithatë janë kriju disa momentume të reja ku disa të zonë Partia Demokratike e Kosovës ka nevojë si duket për një ristrukturim të ri dhe ky ristrukturim sipas atyre që mendojnë se mund të kthjellet disi pasi që është futur në një krizë le të themi të leadershipit dhe ka nevojë për potenciale